Në ditën olimpike, Lezhë prezanton disiplinat e shumta sportive me synimin për të zgjeruar akoma më shumë përfshirjen e fëmijëve. Përgjegjësi i sportit në Bashkinë Lezhë, Altin Përgjegji, ka bërë të ditur se nga 10 disiplina që aktualisht është tentativë edhe rihapja disa sporte të tjera, siç është noti dhe ciklizmi, ku Lezhë ka një traditë, ndërsa shpresojnë që ky qytet shumë shpejt të ketë edhe pallatin e sporteve. Bashkia Lezhë mbështet 10 disiplina sportive të ndryshme, të cilat kalojnë mbi 600 sportista, të cilët adorojnë në sporte të ndryshme që kemi judo, karate, mundje, atletik, boks, taekwondo, volleyball, basketball, futboll. Kemi disa disiplina të ndryshme, të cilat adorojnë këtu. Por ne kemi idenë dhe perspektivën që në vitet të vazhdim të shtojmë disiplina të reja sportive, siç kemi notin, i cili është një sport i cili do të ishte në Lezhë pasi jemi në vend bregdetar. Kemi sportet të cilet kanë kërkuar dhe federatët që t'i hapen në qytetin tonë, por shikojmë gjithmonë ambientet, mundësit. Kemi pas ciklizmin përpara dhe mendojmë që ta rikthejmë, nëse do ishte mundësia ta rikthejmë ciklizmin. Kemi sportin e handballit, i cili mund të ushtrohet shumë mirë në shkolla, i cili është edhe pjesë e kurrikulumit shkollore. Pra kemi disiplina që kemi në perspektivë për të rikthyer në qytetin tonë. Por shpresojmë gjithmonë momentin se Lezhë do ketë një pallat sporti, gjithçka do jetë më perfekte. Në ceremoninë organizuar në ditën olimpike që përfshiu sport verore dhe ato dimrore, kryebashkiaku i Lezhës Pierin Dreu dhe drejtori i DRAP Lezhë Hasan Muça thanë se mbështetja për sport do të vazhdueshme, ndërsa kanë ftuar fëmijët që të përfshihen në sport. Vërtet është një dëshmi e aftësive që fëmijët kanë në fushë të ndryshme të sportit, por mos harroni, është një lloj demonstrimi i vlerave të jashtëzakonshme qytetare, të paqes, të mirësisë, të bashkëpunimit, të solidaritetit për të cilën ne kemi nevojë. E kush më e bukur se sporti mund ta bëjë këtë gjë. Dita olimpike është dita më e mirë për ta sensibilizuar opinionin publik dhe për të treguar se ta fëmijë nga më i vogli deri te më i rrituri janë bërë pjesë tashmë e sportit, çka është një augur i mirë për Lezhën, për shoqërinë, sepse duke marrë me sport njerëzit kanë më shumë kohë të merren me gjëra produktive. Kështu që shumë faleminderit që jeni sot këtu megjithëse diell dhe që promovoni një ditë që në qendër të vëmendjes ka sportin. Dita olimpike është bërë një traditë në Lezhë, kjo pasi vit pas viti ka rritur numri të fëmijëve që përfshihen në sport dhe nuk kanë munguar edhe medaljet e shumta.